Ton. Pse i ke Elton? Unë me doktorin kemi pasur keq kuptim dje. Nuk kam gjë me doktorin, s'ka gjë doktori me mua. Ka qenë keq kuptim. Dhe keq kuptimet me shokësh mbyllen me shokësh. Nuk je ti Elton, djali të merresh me hallet e tjerëve. Kështu që thirrri mendjes. Edhe ose bëj familjen me fam. Kaq. Kaq kam për të thënë. Po, përderisa e dim kush je, mos u ligështo po të erdhën njerëz, të takojnë afër, ti thon dy fjalë. Kaq. Kaq, ke shumë të thjeshtë. Dhe se çka kemi bërë ne këtu në TikTok, ti mordial nuk afrohesh dot fare. Nuk afrohesh dot fare, kupton apo jo? Zero. Ti je thjesht një llum, burr 37 vjeç, që bën meme. Është Naldi thon këta që u ka pas fut me respektin. Po nuk bën dot ore Gjoni sekondë Gjoni. Gjoni do të them unë ja dy gjëra që ta kuptoni ju qartë. Si funksionon TikTok ore? Gjoni se ua them unë realitetin ore. Këtu në TikTok ka njerëz që vdesin, të hapin live-in të kenë 1000 veta. Vdesin ore, japin shpirtin ore përplasen ore në asfalt ore, kuptoni apo jo ore? Përplasen në asfalt që të hyjnë këtu e t'i ndjekin njerëzit ore. Duke mos arritur dot ata që bëjnë, mundohen si të bëjnë këto dallaveret. Që ta kuptoni qartë. I tillë është edhe ky ore. I tillë është edhe ky. I tillë është edhe ky djali. Ky Eltoni 37 vjeç. Eltoni 37 vjeç bën meme. Eltoni 37 vjeç bën meme. Burr. E kuptoni ju tani? Burrat që merren me meme, kujt ja priste mende? 37 vjeç Eltoni merret me meme. Kuptoni ju, Elton? Hidhu dhe mos u merr me këto gjëra. Bëj meme o djalë, po mos ofendoj njerëz, e kupton çfarë po them? Bëj meme, po mos ofendoj njerëz. E kupton apo jo ore? U intriga. Eltoni. Bëj meme, po mos ofendoj njerëz. Dakord? Në rregull ore. Po jemi ti me guri, o vlla, nuk është puna. Fama ka pasoja e Toni. Përshëndetje valla. Po jemi ti me guri, si kalove? Mirë zemra vlla, cjeti. Shiko pak. Po më thuaj. Naldi, janë vetëm diku tek 15 minuta larg shtëpisë tënde, sepse unë të njoh shumë mirë se kush je dhe nga zëri s'ka pith sa me që. Por kam ardhur këtu tek një familje sa të lë disa porosi, tek një familje e varfër këtu. E do të vi unë ty kasap derrash mu tek shtëpia. E ta tregoj unë këtë sharjen dhe ofendimin që i bën profesorit këtu ti, kokpalari mutit. Për 15 minuta më ke mua tek shtëpia jote në Lushnjë, o kasap derrash. O kasap derrash. Ore, po ashtu do të valla se jam edhe jo, mos ashtu asgjë për zotin, mos bëj gafa asnjëri, as follow asgjë, se thjesht tu futa se dëgjova që po hahesh me profesorin. Po la, nuk kuptoj një gjë, duam të dimë se ai nuk e ka ide nëse çfarë po i bën vetes. Ore, ka diçka personale. Unë jam ai. Do të dali drejt për drejt. Vilson, më fal pak. Naldi, unë jam ai djali kujdes ka të shtata që rria në Paris, o pithropsh. Edhe bashkë kemi kapur njërë për gjëra të tilla kur të kanë ardhur çuna tek lokali dhe në mes të tërve ke kërkuar falje. O, kujdes mi hiq njerëzit nga lokali. Unë jam ai djali. Edhe unë jam ai djali që do të vi prap tani me live hapur. Edhe ta shikoj dhe profesori dhe njerëzit që do ta qije rob do t'i ngul thojnë mu ngërmast.
Në rregull o piçk mashkull. Po shiko Terezin tënde mos bë me njerëzit kot, mos u kruaj me njerëzit kot o pa buks. Shiko atë familjen tënde se ke një djalë për të rritur, o këlysh. Në rregull, edhe lëri sharjet e ofendimet e këtu se nëse profesori të shanë të ofendon, takoni live me njëri tjetrin, jo më bën mua rolin e dy fytyrshit këtu ti. O Naldi. Po qa gruan e ka ndarë me koha jore, valla, se nuk ka gruaj, se unë e njoh shumë mirë, se jam kapu njerë me atë, të vi me mua këtu të ballafaqoj. Edhe nëse nuk janë vërteta këto fjalët e mia, janë nxjerrë dhe video. O vizon. Në rregull Naldi. Merë ato 5 lega atje të kasole derrave dhe rrira atë, mos e kruaj bythën as me profesorin, as me njerin, as me tjetër. Shiko familjen tënde, shiko e sapin tënë, Naldi. Orej, Po, Naldi është Eltoni dhe nga zeri nuk ka me pithë foto sëme. me të gjitha tona ato, valla. Po miro, po është kaq bura ai sa sot edhe sa që vepron kështu siç mendon ai, siç e gjykon ai, me aq pak sa që gjykon. Pse nuk del vet? Ai të thotë un jam o vlla të nxjerri fytyrën, po është Skënderbeu, po është se e mendon ai këtë, po e gjykon ai. O vlla, ai është një copë. Retit mos e shajto se nuk ka bërë ndonjë gjë. Profesori është një gjë, me që t'u asqaroj dhe ju me komendën. Profesori është njeriu im. Edhe unë këtë gjë do t'ja bëj profesorit për respekt. Do t'i vete tek shtëpia e tij Gangos, do t'ja nxjerr plakën e çka ka, do t'i them. Do t'ja mbyllësh gojën djalit tënd apo t'ja mbyll unë. Kaq, nuk merrem unë as me gratë e fisit tia as me burrat. Do t'i them kaq, do t'ja mbyllësh halen atij djalit tënd apo si e ka hallin. I ka profesor jam jashtë dhe jam zhurëm. Absolutisht mirë është të heqi dorët të mbaroj këtu kjo temë se polot me zjarin edhe nuk është mirë. Kupton, ne jemi bura serioz. Edhe jemi këta që jemi me fytyra me të gjitha dhe nuk të dimë njëri. Ai se ka ide që ne jemi një familje e madhe. Mirë. Ore, mirë është mos merret me gjëra më shumë se sa duhet kaq. Profesor. Ore, le të lozim me çfarë doj ajo, vlla. Thjesht mos merret me gjëra personale dhe mos ofendoj. O profesor. Askan. Ika, vlla, ika respekt se jam. Profesor. Po, Emilina. O Aleksandr Zoti. Ullaçko, do të tregoj diçka këtu vllaj që thoshte ky ordineri për pjesë fame, që ne kemi kaq vjet. Ai shikon këto dyert këtu dhe kjo është nëna e 2 fëmijëve të smur, që i ndihmojmë edhe i mbajmë me bukë e me të gjitha. Hape pak derën të lutem. Edhe unë këtë nuk po e bëj as për një lloj gjëje, edhe as për një lloj